sonte është një natë e frikshme, ashtu siç i ka hije mbrëmjes së Halloweenit. Ne jemi në lanço të dashur dëgjues, unë jam Davidi, më shoqëron. Patjetër pilota jo e kuqe Erma, e cila sonte maskohet si Harry Potteri. Ndërsa unë nuk ja kemi gjetur ende emrin, por unë jam një miksim mes Zorros, ndonjë magjistar, ndonjë detektiv, të gjitha së bashku. Jam i hapur për interpretimin tuaj për këtë kostum nga ana vizuale. Do të jetë një mbrëmje ekstra e frikshme, ashtu siç i ka hije Top Albania Radios dhe padyshim këtij super eventi që do të merron në palc, siç duhet jetë në fakt. Të merron patjetër në palc, ne ndërkohë do ta çelim atmosferën për të ndjekur Let You Go nga Demi Lovato. Mirë se erdhët në Lanço. Këngë kushtuar radios nga DJ holandez Don Diablo dhe bandës Fits and the Tantrums. Një sur bashkëpunim që në fakt ne vetëm pas pak do të kemi një të ftuar shumë të veçantë në studio në këtë mbrëmje Halloweeni, e cila do të jetë ekstra e frikshme për ta thënë kështu për shkak të eventit, por do të jetë një intervistë shumë e bukur për një këngëtare e cila në fakt tashmë ndodhet midis dy botëve, asaj të muzikës dhe të mëmësisë. Të dyja kur bëhen bashkë janë shumë të bukura, po ashtu do të kemi edhe klasifikimin e mbrëmjes që do t'i takojë Spotify, do të shpallim 5 vendet e para. Ne do të hidhemi tashmë te kënga e radhës. Kemi një këngëtar shqiptar i cili është i bazuar në Itali. Në fakt është një ndër krenarit tona sa i takon muzikës, ai është Ermal Meta. Ne e ndjekim me këngën që po luajë në këtë moment, Io ti conosco. Nëse dalim garantu nga studio e Lanços për diçka, është që e ftuara që kemi është tepër speciale. Do të mirëpresim një artiste kameleon që zë form në çdo zhanër që ajo prek, me një zajsh të bukur sa të rënqet mishin dhe një karrierë të suksesshme artistike. Mirëpresim në studio Gjiljola Haveriku. Mirëmbrëma. Po flisi për mua. Po flisi për ty. Okej. O zot sa modeste, o zot. Si e? Sot jam me shumë citiv si gjithmonë. Je angazhuar. Po paktën ja djedora që të vija dhe kjo festë ka angazhuar disi, besoj. Mendoj që gjithë ne që merremi me art, me forma të ndryshme dhe artit në këto ditë festive, le të themi tani më, jemi gjithmonë me shumë nxitim, edhe kemi shumë angazhime, edhe përgjithësi, domethënë nuk na kap për të festuar vet. Kështu që po mirë se çdo angazhim që ke të bën në një farë mënyrë të festosh në atë bukurinë e asaj që do bësh. Këtë thoja unë para 5 viteve, tani të 5 vite furit është kthyer çdo gjë. Work. Edhe harron komplet pjesën e to have fun in the middle. Por, ja dalim të bëjmë dhe këtë gjitha, që nga gjitha. Patjetër, të gjitha. Gjiljola, emri ju të shpesh ngjall kurreshtje, pra Gjiljola nuk është një emër tipik shqiptar. A të ka lodhur ndonjëherë kjo pyetja e përsëritur që nga të vjen emri, a ndihesh e lidhur me këngëtarin italiane që mund ta ketë frymzuar këtë këngë? E paraprive, po është e lodhshme për mua gjithmonë të jap shpjegim. Në fakt shpjegimi nuk është aq i vështirë, thjesht kam lidhur në Itali dhe emri im shkruhet italisht, dhe padyshim që babi im u frymzua nga këngëtarja Xhilira Cinquetti, që atëherë ishte shumë e njohur le të themi dhe ishte 18 vjeç kur fitoi Sanremo, kështu që arritje e madhe. Goxha arritje në fakt. Po, me që u frymzova nga pjesa që të pyeti për emrin, po me muzikën italiane e gjen veten shumë të lidhur? Padyshim se un kam lindur dhe kam jetuar shumë vite atje, ndaj mendoj që mësimet e para i kam marrë me muzikën italiane. Kaseta ime e parë, un jam brezi i kasetave. Kaseta ime e parë ka qenë Lucio Battisti, një këngëtar i njohur italian që ndroi jetë në fakt në moshë të re, por që ka lënë shumë pasuri nga mrapa. Unë mendoj që ajo ka qenë kaseta ime e parë, veç bleja të dëgjoja Britney Spears, unë dëgjova një këngëtar që ka gjithë repertorin e tij kind of poezi, filozofi, kështu që old song nga natyra. Dhe këtu lidhet edhe me profesionin tënd deri diku, se nga psikologjia klinike në muzikë live, si ka qenë për ty kjo lëvizje nga një profesion që flet për mendjen, një pasion që flet për shpirtin dhe prekat të mirës? Shiko, unë kam qenë gjithmonë midis këtyre dy profesioneve. Jam diplomuar para
10 viteve, më shumë. Nëse s'ka rëndësi këtë pjesë, mos ta tregoj moshën tani të lutem. Nëse ideja është që unë në studimet I kreva për një dek që kisha pasion, edhe ende e kam. Pastaj rrugës u ndërthur ky pasioni tjetër, mora pjesë The Voice of Albania dhe mheci, le të themi. Dhe nga qef, ajo u bë profesioni primar. Domethënë kam qenë gjithmonë lej njërin kap tjetrën kryesisht. Dhe mendoj që do vi momenti që unë prap do rikthehem tek psikologjia. Jo që e kam lënë, por që do jem full time, domethënë, po për momenti po shijoj këtë dallgën muzikore. Ndoshta është edhe një farë terapie muzika për ty? Gjithmonë mendoj që është për gjithë njerëzit terapi muzika. Dhe në fakt ka një terapi që bëhet nëpërmjet muzikës, që është një lloj psikoterapie dhe funksionon sidomos te fëmijët. Detaj I shumë I bukur ky në fakt se kur bëhet më e mira e dy botëve, pra midis psikologjisë dhe muzikës, del Gjiljola. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak për ta pyetur pak më në detaj Gjilolën për identitetin e saj artistik, do të kemi një hapësirë publicitare. Në studion e Lancho për të intervistuar këtë super artiste e cila ka emrin e një këngëtare italiane, ajo është Gjiljola Haverico dhe ne jemi ende në minutat e para, por megjithatë Gjiljola deri tani na foli për ndërthurjen e dy botëve, psikologjisë dhe artit. Nga ana tjetër ka folur pak edhe për eksperiencën e saj të kënduarit live dhe të krijuarit një lloj emri për veten. Por kur ti krijon një emër, fillon edhe ke edhe një status pak më të konsoliduar në publik. Dhe kur ata krijojnë një lloj perceptimi për ty, vjen kështu dorës, pra ajo që ti përpiqesh të krijosh është edhe ajo që ata perceptojnë, por shpesh në përgjithësi artistët ndihen sikur publiku I do në atë formën që ka krijuar ai për ta dhe jo ata që janë vërtet, se mund të jesh shfaqur në një moment në një tjetër version të vetes tënde dhe pastaj ke ndryshuar rrugës. A të ka ndodhur për shkakun të ndihesh ndonjëherë si rob I versionit publik? Jo, sepse unë në fillim kam dalë me një lloj veshjeje dhe muzikore, e cila nuk ka ndryshuar dhe nuk ka bërë kompromise rrugës. Gjithmonë kam lindur si një band që bënim gypsy jazz edhe pastaj u konsolidua edhe në swing, në latin jazz, gjithmonë do është me mua ajo pjesa jazziane, nuk e di se ekziston kjo më shumë fjala. nga gypsy jazz e latin jazz. Unë gjej gjitha këto rryma sepse neve sillim këngët coverat që bëjmë, domethënë që nuk janë shumë të dëgjuara me thënë të drejtën, I bëjmë në mënyrën tonë, kështu që padyshim. Në formën tënde. Okej, kanë fuca pope, këndoj ca 80s etj sepse njerëzit kanë shumë dëshirë që të performosh këngë që ata I njohin, por gjithsesi nuk është se kam devijuar për të thënë që unë këndoj dhe popullore, muzikë popullore. E dëgjoj, kam shumë qejf, për shembull, po vetëm nuk e gjen veten artistikisht aty. E ruan atë staturën që ke krijuar që në fillim. Edhe është bukur në fakt se ndonjëherë ndodh që edhe devijon rrugës. Jo se ke dashur, po mund të ndodhë që publiku pëlqen janë tënde për shkak që është çik më jashtë natyrës tënde. Megjithatë, ka shumë arsye se devijohet. Mjafton fakti që ti ke krijuar atë identitetin tënd dhe publiku e ka përqafuar. Bukur, kthehemi pas në kohë pikërisht te The Voice of Albania, që ka qenë edhe hapi I parë I madh në skenën muzikore për ty. Sot si ndihesh kur kthehesh pas dhe shikon të gjithë trajektoren tënde muzikore, ku ke qenë te The Voice, emocionet që ke patur para se dalësh në skenë dhe deri sot që je një artiste e konsoliduar. E vërtet. Domethënë, isha me një event para jave dhe takoj Alban Malen, atëherë ishte drejtori artistik I The Voice of Albania dhe mendoj që atëherë jemi takuar për herë të parë dhe ishim kështu duke bërë llogarit, kanë kaluar 10 vite që ne njihemi, tham. Ka kaluar 10 vite që un kam qenë te pjesë, domethënë te The Voice of Albania dhe ai bënte shaka për mënyrën se si un don edhe fiziku dhe muzika që vendosa të performoj atje, domethënë isha jo shumë usual, pra këngë italiane. Jo shumë e zakonshme, domethënë. Dhe aty u fillova që sa vite kanë kaluar, kjo gjë më lumturon sepse janë vite të kaluara bukur, do thoja, nga ana muzikore dua të them. Po nga ana tjetër pata një lloj nostalgjie që sa shpejt që ndaj nuk di si ndihem, jam lëmshë kur më duhet kujtoj të kaluarën dhe gjëra që kanë qenë shumë emocionale për mua, nuk e di tamam fare të ndihem e lumtur e të rishtuar, po melankolia mbi zotëron. Edhe nostalgjia ka bërë shtypje. Është një lloj përzierje emocionesh në fakt që është e bukur, sidomos kur kujton rrugtimin tënd, jo vetëm si pjesëmarrëse në një format shumë të njohur, por nga ana tjetër edhe fakti që ti më mbrapa ke filluar të krijosh artin tënd edhe përpos performancave që ke patur për këngë shumë të njohura, ke krijuar edhe ato projektet e tua, të cilat janë shumë të bukura dhe ne mund ta themi këtë gjë me plot gojë. Por kur ti dëgjon për shembull një këngë tënde pas disa
disa vitesh ose kur i rikujtohesh asaj kohe kur e ke shkruar, çfarë shikon më shumë ti, artisten që e krijoi aso kohë apo gruan që e përjetoi? Atëra kur unë rikthejm të kaluarës më shumë herë me anën time fizike, ose është si karqer, ose si jam vesh, ose shive flokët, qëndrimi, ajo ndjeshmëria, ajo frika, ajo nuk e di domethënë, gjitha bashkë tani kam ndryshuar aq shumë sa nuk harroj fare të pjesën e këngës pastaj. Se po ja hyra kritikës së këngës, aty justifikoj veten, them mos e pa eksperiencë, okay, fillime etj. Prap nuk po stonoj, prap jam intonuar, okay, mund bëja më mirë. Domethënë, nuk jam aq shumë kritike te ajo pjesa e muzikës sa jam te pjesa e pamjes fizike, po. Nuk e di, mbasi gjithmonë negosat aty do lidhemi me e kemi këtë në fakt, po edhe mund të shihet ndoshta si një lloj gjë pozitive kur ti mbyll kapakun asaj gjë se ka ndodhur dikur dhe thua, okay, ndoshta mund të kisha bërë më mirë, po jam e lumtur me atë version të vetes që bëri atë që bëri, se e bëri shumë mirë për më tepër. Kështu e bëj me traumat e mia, i vë kapakun. Traumat i vë kapakun. Nuk i vjen asnjëherë kapaku. Nuk i vjen kur kapaku, vjen besoj performanca sado që do ekzistojnë dhe do jetojnë në YouTube, mendoj që asnjëherë nuk i vjen kapaku. Da mama trauma po ja kemi. Ja keni vënë, e ke vënë kapakun dhe e ke hedhur shishën pastaj, e ke hedhur gremin. Jo, po, besoj se po, ajo gjë është pa. Shiko, le të hyjmë gjërave pak më intime sa i takon projektit asti procesit tënd artistik, se gjithmonë kur ti krijon diçka, si çdo artist, ka atë procesin tënd, po sidomos një herë ndoshta mund të theksohet më shumë kur ke një lloj heshtje, thonë midis projekteve që merr kohën tënde për të krijuar diçka të bukur. Si e përballon për shembull atë lloj kohe kur ti je duke menduar për të krijuar diçka të re, është një lloj frike ndoshta në thonjza, një lloj pushimi apo pjellë e krijimit tënd? E vërtet, mu më ka ndodhur për arsye personale, domethënë Ngela Shtadzën, unë linda, edhe u shtyr kjo pjesa ime krijuese. Nëse kjo është justifikim. Unë fakt kam marrë gjithmonë shumë kohë nga një krijim tek tjetri dhe kjo gjë nuk është gjë e mirë, nga që kam qenë gjithmonë e zënë ose me live ose me projekte të tjera, i kam lënë pas presën e produksionit, gjë që do mundohem mos ta bëj më. Ndaj jam duke punuar për një tjetër projekt dhe nuk e ka ekskluzive. Po, kjo është vërtet ekskluzive, nuk di të them për kur bëhet fjalë do të dalë, por e di që ka nisur puna. Ndaj mendoj që kam zënë mend. Çfarë zhanri po flasim? Kjo është komplet gjë, domethënë është dhe jetë komplet gjë që s'jam parë asnjëherë në këtë lloj versione. Një lloj thyerje në profilin artistik të një pop of color ndoshta. Ta shohim Gjiliolën në një dimension tjetër. Siç ka dhe ngjyrën e flokës, se ti nuk e ke pat flokët e kuqe më përpara. Kam qenë gjithë jetën time brune, tani po më shijojnë çik kjo ngjyra. Nuk e di, kuqja ngel ka çik kështu. Ngel, ta garantoj. Po besoj para verës do ta ndryshoj, kështu që është bukur të eksperimentosh, qoftë edhe me pamjen, edhe me muzikën ti e bën. Është bukur të eksperimentosh me pamjen, me muzikën, por edhe me këngën tënde të fundit Dritë, e cila ka qëndruar plot 15 javë në klasifikim. Dhe aktualisht ndodhet në vendin e 15. Si do ja prezantohet ti dikujt që e njeh për herë të parë pra këtë këngë? Do t'i thoja që është një krijim shpirti, do t'i thoja që është një rrugëtim, nuk është vetëm ajo drita që un pash në fund tunelit dhe pastaj kjo është fundi le të themi këngës. Aty un flas për një përjetim personal ku për shumë vite kam qenë errësirë derisa doli dikush diçka që i dha kuptim çdo gjëje dhe kuptova që ishte shumë e lehtë, nuk ishte kaq e vështirë. Drita. Pra e ke patur luftën dhe konfliktin të brendshëm. Po gjithë brendshëm e kemi. Të gjithë të brendshëm e kemi nga pak. Një lloj reflektimi personal që është e bukur, në fakt do t'i hyjmë edhe çik më në detaje se kemi qejf të ngacmojmë domethënë edhe për këtë pjesë sa i takon këtij projekti. Po ndoshta që ky projekt ndërthur edhe pak jetën tënde personale, besoj. Bukur. Ne do të hidhemi për ta dëgjuar Dritën në këtë moment, kënga e Gjiliolës e cila ndodhet në vendin e 15 në The Top List. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak për disa pyetje të fundit. Gjiliola Haverikun për të bërë disa pyetje të fundit lidhur me këtë super intervistë që ne patëm deri më tani, ku ajo foli për shumë detaje lidhur me identitetin e saj artistik, por Gjiliola mua më bëri përshtypje bioja jote e Instagramit. Life between music and motherhood. Pra jeta mes muzikës dhe mëmësisë. Si ka kontribuar rrugtimi yt i ri jetësor me artin që ti krijon, domethënë a ndihesh e rilindur thonjza në një farë mënyre?
Jo. Po më pse nxjerr golf tani? Atëra, jo, shiko, jo e rilindur e plotësuar. Domethënë, është një pjesë që më mungonte. E doja shumë, kisha kohë që e manifestoja. Kështu që thjesht më ka plotësuar, nuk më ka ndryshuar, nuk më ka rilindur, nuk më ka ngjallur. Ke ndonjë qasje ndryshe ndoshta të bërit muzikë? Po, normalisht, jo, tek muzika nuk mendoj që më ndikon. Përveç kësaj këngës që ja kam dedikuar vajzës me Isabel, domethënë përveç kësaj nuk kam ndikuar në një mënyrë tjetër. Kur shoh sa filma kështu me prindër edhe me situata familjare, Loti ujvar. Kur dëgjoj lajme nga këto që kronika zezë, domethënë, jam shumë e ndjeshme tani më, po, dhe mendoj që ka ndikuar, dhe postpartum, çështja hormonale. Ashtu sikur se goca, por që jo, nuk është se kanë ndikuar në jetën time ardha e vajzës sime. Domethënë kjo është shumë reale, nuk është vetëm për rrjetet sociale, por me gjetë një slogan catchy. Jeta ime tani është ndarë në mësinë edhe në muzikën. Domethënë unë nuk bëj asgjë tjetër përveç se porris vajzën time që s'ka bërë 2 vjet. Edhe këndoj kur ajo më jep leje. Kur ajo të jep leje. Kur mamimet dhe babinë janë disponueshëm që ta mbajnë vajzën edhe po. Po në këtë rast mjaftojnë, besoj, se janë dy botë shumë të thella, çmëmësia dhe artistliku, nëse mund ta themi kështu, përputhen ngërshetohen në diçka shumë të bukur. Po janë ngërshëtuar tek dritë pra, sepse dritë. Izabel si duket ishte drita në fund tunelit. Patjetër, pra te kisha llafen, pra te kisha. Edhe më kujtua ajo që tha se folëm pak me Xhilolën kur ishim pushim, se tha vajzën e kam full time job, pull me kot plot, dorsa kënga muzikën e kam part time. Unë më shumë se 2 live në javë nuk i bëj, ndërsa 5 ditët e tjera të thash 6 ose të numërimi. 5 ditët e tjera janë për vajzën, kështu që mendoj që kam bërë një ndarje shumë fair, shumë të drejtë. Ajo nuk do ketë gojë të thotë që po mua më ka ngritur gjyshrit më babysitter. Më ke lënë pas dore ti pak mua. Nuk më ke ndruar te lenat. Dokumentume gjithë me dokumenta. Me screenshote. Mirë, flasim pak për industrinë e muzikës në përgjithësi, sepse shumicat e këngëve shqiptare shkruhen për dashurinë, edhe këngët ndërkombëtare në fakt, po një nga subjektet kryesore të këngëve pra është pikërisht dashuria. Si ndërlidhet kjo ndjenjë për një artiste të kalibrit tënd? A është një armë që ti e përdor apo është një pikë e dobët që të penalizon dhe mundohesh ta fshehësh në muzikë? Po nuk di të përgjigje për këtë. Realisht. Pa koment. Domethënë jo pa koment, po ato ecin paralel me njëra tjetrën. Nuk shoh sikur më prish punë ose nuk di të them, ose mbase se pra të furnizon dashuria apo duhet që të jesh në konflikte sipër që ti të ndjehesh rebele dhe të bësh një këngë që çfarë do bëj unë tani. Okej, një sekond, tani e kuptova. Ti po thua, ajo ndjesia e mirë dhe pozitive që më jep dashuria. Jo, unë shkrimet e mia më të mira mendoj që i kam bërë gjatë periudhave që kam qenë më keq ever, domethënë kështu dark totalisht, domethënë ndon gjendje shumë plogësht, atëherë kam bërë primet e mia më të mira. Një tjetër konstatim në këtë vazhdim, domethënë që këngët më të mira shkruhen kur je në kohë tua më të këqija. Po, kur jam me lumtur kam një blok, domethënë në gjej situata nga hiçi që të trishton. Që prit vogël zihem, bëri situatë ka. Si ajo domethënë që disa gjëra i bën për hatër, do it for the plot, domethënë ti e bën për historinë, se kur je i lumtur thua, pse s'pondon në gjë këtu. S'kam çfarë të shkruaj, e lumtur jam unë. Ndodh një problem, bam, i futesh direkt e muzikës me sa herë mendoj të ndahem kështu për një javë, ja pauzë, ku të marr një javë pauzë, të bëj një shkrim të bukur në kështu në këngë për thirrje zemra. Edhe nis kënga pastaj, unë dam për një javë. Për një javë ne dhe kur më nuk u pam. Jo, tani një sekondë në të gjithë dynjan. Jo, do shihemi për një javë. Është fundi këngës pastaj. Mirë, po, diçka tjetër të fundit që duam të pyesim, domethënë se ti po përmendje pjesën që je pak më e frymzuar kur je pak më e plogësh. Po ti the që ishe çik më në lëvizje tani për momentin dhe doje të publikoje më shumë muzikë, doje të ishe pak më angazhuar në këtë pjesë. Po, do më shkruajnë të tjerët këngët. Bëj shaka. Shikoj, varet edhe nga tipologjia e muzikës. Ajo që unë dua, domethënë muzika që mua m'pëlqen ose unë nuk është se shkruaj vetëm për të bërë këngë. Kupton? Shkruan edhe thjesht për të patur në notës dhe mbase mas 10 viteve do t'i përdor ose do t'i lexoj në një
natë me miq kur do jemi tapë do lexojmë krimet tona. Do të varet, përdoren për shumë gjëra ato, kështu jo vetëm për muzikë. Po për muzikë edhe mund të bësh tekste të mira edhe kur je i lumtur ose je okay. Ka nota lumturie projekti yt i ardhshëm? Ka shumë nota lumturie. Për këtë na bëhet vërtet shumë shefi. Gjilola, ne të falenderojmë që ishe mes nesh sonte. Ju ishte shumë ishte një ëmbëlsirë e mirë Halloweeni kjo. Një ëmbëlsirë e mirë Halloweeni. As pak scary. Kur të thon tmerr apo karamele, ne do t'i themi Gjiliola. Po patjetër, ajo nuk diskutohet. Ne do të shkëputemi për të dëgjuar këngën e Gjiliolës 2 fjalë, duke e falenderuar edhe një herë që ishe mes nesh. Faleminderit shumë. Faleminderit jo.